Në ratë parë do i kërkoj ndjes për zërin dhe sepse kam qenë i smur dhe jam akoma pak i smur, kështu që por unë ngrita kam qenë 2 javë me temperaturë, sot është ditë e dytë që dalë. Kështu që ndjes për të dhe edhe ndjes për Shqipen sepse do bëj gabime, por do ma pranoni sepse po avash. Pra kur Agroni më ftoi të isha pjesë e Creative Mornings me këtë temë, normalisht çdo gjë filloi nga fakti që unë në ratë të parë Crossroads imi i parë ka qenë zgjedhja midis Itali dhe Shqipëri. Po ja bëj shumë shkurt sepse ndoshta keni një kuriozitet, unë jam një artist dhe kur mbarova Akademinë e Artit në Bergamo, bëra asistent profesor i një artist shqiptar, Adrian Paci. Dhe duke punuar me Adrianin, në një moment ai organizoi një workshop midis Akademisë së Arteve të Bergamos dhe Tiranës dhe unë erdha këtu si asistenti i tij. Dhe si shpesh ndodh njerëzit kur lëvizin ose për punë ose për dashuri, unë fillova me punë, përfundova me dashurinë sepse jam një orë me një vajze shqiptare dhe kemi qenë bashkë, por ideja ime ishte gjithmonë, do bëj një anno sabatiko është në italisht, pra një vit, po themi, eksperiencë në një vend që atëre ishte fillimet e saj si një vend për artin, sepse kur unë erdha këtu ka qenë shtatori 2003, pra ndërkohë ishte edicioni 2 të Bienales së Tiranës. Në idenë time ishte, do bëj një eksperiencë edhe do kthehem në Itali. Edhe ndërkohë që jam 22 vite që jam tu. Historia me atë vajzën nuk përfundoi mirë, por gjeta një tjetër. Shqiptare. Edhe mora në shtetësi, kështu që tani pas pak do votoj. Për herë të dytë, sepse votova edhe një herë për Tiranën. Edhe kështu që jeta ime ka qenë gjithmonë midis 2 shtete, ka qenë gjithmonë të idenë që po jam tu, por jam provizorisht tu, pra do kthehem. Edhe me këtë idenë që do kthehem, jeta ime ka ecur, kam bërë gjëra, kam realizuar projekte, edhe si kurator, edhe si artist. Dhe kur mendova për Crossroads, pra fillova nga, si shpesh më ndodhi, edhe kur mendoj për projektet e mia, filloj nga fjallori. Pra që është përkufizimi i temes apo fjales me të cilën unë dua të punoj, po edhe në fjallori ishte goxha e vështirë përkufizimi i fjales Crossroads, sepse fjallori t'jepte disa mundësi. Pra të vinte përballë një zgjedhje, thoshte cilën do, këtë për kufizimi apo këtë. Dhe fillova nga këtë, pra nga rruga, nga qash një crossroad në përditshmërinë tonë. Pra çdo herë që ne kalojmë rrugën edhe ndodhemi në një crossroads, që ndodh. Pra është një situatë e tillë ku ne nga një situatë ku ecim, ndoshta edhe pa e menduar në momentin që jemi në një rrugë, vazhdojmë drejt, deri në një moment ku rruga ndahet. Po në momentin që rruga ndahet, ne do mendojmë, çfarë rrugë do marr tani. Dhe kjo është një crossroad i thjesht, po shpesh jeta na vën përballë crossroads të tilla, pra me idenë që ka shumë mundësi me të cilën ne mund të zgjedhim në një farë mënyrë, nivele të ndryshme që
mbivendosen, atëherë situata bëhet më e vështirë. Pra, çfarë na jep mundësia Crossroads, e përdor gjithmonë në anglisht, është mundësia për të ripozicionuar vete. Pra në momentin që ne përbalemi me një zgjedhje, ne ripozicionohemi edhe fizikisht, edhe nga ana mendore, edhe nga ana kohore, sepse çfarë ndodh në momentin që ne jemi duke ecur, por vazhdojmë atë shembullin e rrugës e drejtë, çfarë ndodh është në një moment ne nuk mendojmë më. Ecim, thjesht ecim, vazhdojmë drejt edhe vazhdojmë ecim. Por në momentin që ne do marrim një mendim, nëse do vazhdojmë drejt, nëse do shkojmë djatës apo majtës, në atë moment ne do mendojmë ku jemi. Dhe këtë pozicionimi në hapësirë dhe në kohë më intereson shumë. Dhe është edhe baza në një farë mënyre e kërkimi im në një farë mënyre. Sepse ka të bëjë me idenë e zgjedhje. Në fakt, një nga filozofët që më ka inspiruar shumë në vitet e fundit ka qenë Henri Bergson. Ka qenë një filozof francez i cili ka punuar shumë mbi këtë idenë e kohës, sepse sipas atij ekzistojnë dy kohë. Pra, koha që ne mund të masim me orë, që sipas Bergson nuk është kohë, është thjesht një ripërsëritje identike e një moment që ne mund ta masim. Por sipas filozofisë franceze ekziston edhe një kohë tjetër, që është një kohë e brendshme. Dhe kjo kohë e brendshme ai e quajnë në frëngjisht durée, pra duration, diçka që është zgjat. E kjo zgjatje, sipas Bergsoni, ka të bëjë me se si ne analizojmë e shkuara, e tashmja dhe e ardhmja, që sipas filozofisë franceze nuk janë të ndarë. Pra, është si një deti, është si valët e detit që shkojnë mbrapa dhe ecin përpara, dhe kështu bëjmë edhe ne me kujtimet tona, me jetën tonë. Pra, ne përdorim e shkuarës në të tashmen. Kjo është revolucioni që prodhon filozofi francez. Pra, kur ne mendojmë diçka që na ka ndodhur në jetë, nuk kemi ne që shkojmë mbrapa. Është e kundërta. Ne marrim diçka që ka ndodhur mbrapa dhe e sjellim përpara, e sjellim tani dhe e ripërdorim. Pra, nuk është asnjëherë e njëjta gjë, sepse varet nga momenti kur unë ndodhem në të tashmen, mënyrën se si unë përdor të shkuarës dhe e përjetoj në të ardhmen. Pra, këtë më intereson shumë dhe më ka interesuar shumë dhe duke vazhduar të idenë e interpretimin e Crossroads në folklore sidomos, ideja e Crossroads që në Shqip është kryqëzimi, po më vinte në italishtën. Kryqëzimi, pra është diçka midis dy bota. Është një hapësirë që nuk është as tej, as andej. Pra, nëse vazhdojmë atë idenë e Bergson, është si filozofia e kohës e Bergsoni, nuk është asnjëherë gjithmonë e shkuarës dhe asnjëherë gjithmonë vetëm e tashmja. Është diçka midis. Është mënyra se si ne i adresojmë to, është mënyra se si ne çësia që ne kemi ndaj këto momente që bën diferencë. Është një hapësirë liminale në një farë mënyre, që nuk është as tej as andej. Pra, gjithçka ka të bëjë me idenë e kohës, që lidhet me idenë e hapësirës, sepse në momentin që ne jemi në një kohë, jemi patjetër edhe në një hapësirë. Por në momentin që jemi në një hapësirë, jemi në prag të diçkaje. Pra, atë idenë e Crossroad është kjo idea e prag, ku ne do vendosim një situatë, edhe kjo na çon tek ideja e një transformimi. Pra, në momentin që unë zgjedh një situatë apo një tjetër, po transformohem, po transformoj edhe situata, po transformoj edhe rretana, po transformoj edhe vetes sime. Dhe në momentin që transformoj, më pëlqen të përdor edhe këtë fjalinë që do e shohim pak më vonë,
se ka të bëjë me idenë e metamorfozën, pra si diçka që transformohet, besohet një transformim, pra një ndryshim fizik, si një metamorfozë, nëse mbajmë mend edhe Kafka për shembull. Edhe kjo ka të bëjë me identitetin, pra kush jemi ne? Në momentin që jemi në një prag, në momentin që jemi në një zgjedhje, në momentin që jemi në një transformim. Unë e lidh me tjetrin. Pra, identiteti, nëse marrim zanafillën, po themin e fjalës, në greqisht do më thënë yni, pra identiteti është unik, jam unë dhe vetëm unë. Por unë e lidh me tjetrin, pra për mua identitetin është diçka që varet edhe nga të tjerët. Dhe në qoftë se varet nga të tjerët, ka të bëjnë me pjesëmarrja, ka të bëjnë se si të tjerët bashkëpunojnë me mua në një farë mënyrë. Edhe kjo lidh me idenë e uncertainty, pra me idenë e pasigurisë në momentin e zgjedhjes. Pra në momentin që unë dua të zgjedh diçka, shpesh jam i pasigurt. Të gjitha këto formojnë kërkimin im artistik dhe edhe si studiues, që do të filloj t'ju tregoj tani. Edhe filloj nga një punë që tani i vjetër, po themi, sepse është 2008, është realizuar në Milano, në mes jam unë, më i ri, shumë më i ri. Pak më ri. Doja të reflektoja mbi idenë e familjes, sepse familje përmban brenda këtë idenë e siguri. Pra është nuklei i parë e tjetrit me të cilën unë përballem kur lind. Por për mua ka disa problematika familje. Pra ç'a është një familje? Është diçka me të cilën ne jemi lidhur me gjak, është një kontratë që ne bëjmë në bashki në momentin që martohemi, është diçka që lidhet me fe, pra është një pakt që unë bëj me një person tjetër dhe me Zoti, është një hapësirë që unë ndaj me personat e tjera, ç'a është familje? Të gjitha këto pyetjet që për mua ishin pa një përgjigje të saktë, kërkoja bashkëpunimin e tjetrit për ta vendosur. Pra ndërtova këtë katrorin kuq, që e pozicionova në mes të një sheshi në Milano, dhe gjatë një ditë unë kam qenë gjithmonë brenda të këtij katrorit, përballë meje ishte një shoku im fotograf që rinte atje me kavaletin, edhe unë ndaloje njerëzit që kalonin atje rastësisht, duke i pyetur, do të jesh familja ime për kohën e një fotografi? Nëse një person pranonte, ai personi edhe do priste që unë gjeja dy personë të tjerë, sepse ideja ime ishte të rikrijoja familja ime origjinale, pra babi, mami, unë dhe vllai, me njerëz të rastësishëm. Dhe kështu që dilnin familje të rastësishme dhe të gjetura, që zgjasin vetëm për kohën e një fotografi. Edhe kështu mund të shikoni disa familje që unë kanë gjetur atje. Pra, këtu këtë idenë e crossroad ka të bëj me tjetrin, me rastësi, me fatin që një person tjetër pranon të idenë gati çuditshme. Imagjinoni që ju jeni duke vajtur për punë në mes të qytetit, ju ndalon dikush që ndotet në mes të një katrori dhe thot a do të jesh familja ime për kohën e një fotografi, dhe ishte edhe kjo situata, okay, tani që e gjeta familje, si do fotografohemi, pra do prekemi, do rrim afër, nuk do prekemi, si do pozicionohemi, pra si një foto familje, tamam. Edhe tu kisha një motër të vogël, për shembull. Ose tu ishin 4 burra, pra është një familje, ka ndodhur shumë situata të çuditshme, ka ndodhur edhe njerëz për shembull që më kanë thënë po, por do iki të ndrohem. Edhe realisht kanë ikur në shtëpi, janë ndruar dhe janë kthyer në rroba apo seksi? Rroba. Mund të ndodhte edhe
Pra kur kam ekspozuar të punë, kam përdorur pastaj të katrorin, e kam vendosur në mur, dhe të gjitha fotot ishin projektuar brenda katrori, me idenë e të gjitha ato familje që unë kisha gjetur. Prap, është kjo idea e diçka që ndodh rastësisht, është idea e një zgjedhje, por çfarë doja të nënvizoja është që ndoshta mund të duket një zgjidhje e thjeshtë, pra si ta realizoj unë veprën nuk e di, po e le të hapur për të tjerët. Ndërkohë, mendoj që shumë e vështirë, sepse të ndalosh tjetrin në mes të përditshmërinë të tij dhe ta bindesh të jetë pjesë e një projekt artistik, çdo gjë bazohet mbi pyetja që ti i bën. Pra nëse ti gabon pyetja, nuk ke shans të angazhosh. Kështu që puna ime, që shpesh ka të bëj me pjesëmarrja e tjetrit, reflekton mbi pyetje, reflekton mbi pasiguri, reflekton mbi këtë pragun për të cilin kemi folur. Si në këtë rast, për shembull, kjo është një projekt ongoing, pra vazhdoj ta zhvilloj, çdo herë që kam mundësi në qytete të ndryshme. Këtu për shembull isha në Prizren, në rastin e edicionit të parë të Bienales të Prizrenit, dhe ka qenë era e parë që kam realizuar të projektin, 2014. Projekti titullohet Study for a Monument, pra studime për një monument. Si shpesh më bëjnë artistët që bëjnë skica për të realizuar skulptura, në të rast edhe njerë fotografit janë skicat e mia. Unë ecë në për qytete me këtë shkallën e kuqe të vogël dhe aparatin fotografik dhe prap ndaloj njerëzit duke pyetur do të realizosh monumentin që do ti, pra që është për ty monumenti, ke qef të realizosh dhe të performosh, dhe nëse personi pranon, ai zgjedh çdo gjë, pra çfarë do në sfondi, titullin, poza, edhe monumenti ekziston edhe një herë për kohën e një fotografi. Dhe tu shikoni disa raste, ishin dy turista që ishin në Prizren, edhe këtu përfaqësojnë lufta midis gratë dhe burrat, dhe normalisht fitojnë gratë. Ose për shembull, ky është një koreograf kosovar dhe donte të bënte të pozën quhet passe në balet, po donte ta bënte mbi Prizreni dhe unë gjitëm deri tek kala e Prizreni vetëm për të realizuar të fotografin. Tu jemi në Tesaloniki, pra në Selanik, i njëjti projekt me njerëz të Tesalonikit. Tu është një çift, titulli është Gravity, pra gravitetin, se si ta luftojnë me idenë e gravitetin. Edhe ata kanë zgjedhur vendin, pra e donin në port midis në një rrugicë të portit. Kishte super personazh, Apollonios, me çadër në diell, ecte për çefin e vet dhe zodi këtë pozën. Është edhe marrëdhënia që ti do mbahesh me bazamentin, pra sepse ato shkallën përfaqëson idenë e bazamentin. Edhe njerë është kjo marrëdhënia se si ti e shikon monumentaliteti, që është për ty monumentin në një farë mënyrë. Afrodite Botticelli, donte ta ribënte Afrodite Botticelli, edhe këtu njëjta gjë. E tu jemi në Tiranë, të liçeni Fallen është në titullin në anglisht, pra edhe njerë të biesh. Edhe këtu ka një marrëdhënie gati piktorike me bazamentin. Kjo është një monument për pastrusit. Pra ka lloj-lloj, The Dream Interpreter, dhe donte në lëvizje, pra çdo person përballet me këtë idenë e monumenti.
Dhe nga monumenti kalojmë tek ëndrat. Kjo është një instalacion që kam realizuar në 2024 për një event që ka ndodhur këtu në Tiranë, që ishte një festival për inovacioni. Me qenë se inovacioni flet për të ardhmen, doja të lidhja të idenë e ardhmja me diçka që është diçka të mundshme si ëndrat. Edhe ndërtova të instalacioni që është një strukturë që është komplet me dritë, transparente, me këtë ulse prap transparente për të gjeneruar situatat e tilla ku njerëzit uleshin gati duke fluturuar në një farë mënyre në mes të dritës. Dhe pyetja në këtë radhë ishte, a do më shkruash një nga ëndrat që ke? Edhe kishte një tablet atje që ishte lidhur me një ekrani brenda festivalit, dhe çdo ëndër projektohej tek ekrani i festivalit, dhe çdo ëndër mbivendoste njëri tjetrin. Dhe për 3 ditë të gjitha ëndrat të njerëzit që kanë shujtur njerëzit janë shfaqur atje. Në gjuhë që donin, në mënyrën që donin, pra edhe një herë është kjo idea e një hapësirë që unë ofroj, një prag që unë ofroj, një crossroads, edhe janë njerëzit që e mbushin, pastaj që zgjedhin rrugën që duan të marrin. Sa foto, edhe fëmijët. Edhe kjo për shembull janë ëndra. Kjo është pikërisht ëndra që shkruajti ai fëmiu para. Unë dua të bëjmë shpikës. I will buy an island and organize parties with people I love. Ëndra ime është të kem ëndra përsëri, pra edhe të trisht në një farë mënyre, sepse I'm dreaming of borderless and a colonial world built on the basis of love instead of scarcity and competition. Pra, edhe të komplikuara, you, me, one, ishte realisht çfarëdo lloji mundësi. Tu tani jemi në... Kjo është një video, do t'ju tregoj, nuk e di se jemi me kohë, po jemi vonë. Jemi mirë, okay. Nga portretet shoh që është... Është okay. Kjo është... Si që të vetë kohë është... Është iner. Ska lidhje me këtë. Kjo është një video që unë kam dedikuar teatrit, Teatri Tiranës. Para se të prishej, është realizuar në 2019 dhe do t'ju tregoj 2 pjesa të vogla të video, sepse më intereson të debati, sepse debati u bazua mbi fatin që teatri ishte i vjetër, pra si me moshën e teatrit. Për fatin që ishte i vjetër, është vjetruar, duhet diçka të re, etj. Me radhë. Dhe unë bëra këtë paralelizmi midis një vajzë e re dhe teatri që ishte i vjetër.
Është një dynja, ishte aq e vogël, me zë sa s'ka natën e mirë, nesër do të të një. E kështu vazhdon e mbaron. Pastaj video mbyllet kështu me imazhin e teatrit. Pra ideja ishte që zakonisht është gjyshi që i këndon ninullën vajzën, në këtë rast ishte vajza që këndonte ninullën teatri, pra gjyshi që ishte i vjetruar. Por njerëzit e kuptonin që po fliste për teatrin vetëm nëpërmjet fjalët, sepse ajo nuk ndodej në teatr, ishte në një hapësirë tjetër që në fakt ishte uzina e Mberi. Po kjo është një metodologji në fakt që kam vazhduar ta përdor edhe në projekte të tjera dhe vazhdoj ta përdor edhe sot, të idenë e krijimi i këngëve nëpërmjet të metodologjisë. Jemi afër përfundimit. Doja t'ju tregoja një çik fare edhe për pjesën kërkimore im, që ka të bëj po prap me këtë idenë e kohës dhe këtë lloj crossroad që ndodhe edhe në arkitekturë, edhe në hapësirën publike. Në fakt, kjo është një pjesë të tezës sime të doktoraturës, është një rast i studimor që në fakt është i vetmi deri tani në Shqipëri dhe është Kryeministria. Kryeministria është ndërtuar në fakt nga italianët në 1939, nga Gerardo Bosio, po pastaj është përdorur edhe është bërë pjesa domethënë kryeministria në gjatë komunizmit dhe është mbaruar nga dy arkitektët shqiptar Luarasi dhe Pashko që në 1980. Që ka mbajtur të strukturën e arkitekturës monumentale fashiste me këto dritare që në një farë mënyrë caksojnë ritmin e fasadës që ne ndjekim e ritmi që pastaj nga horizontale në një moment shkon vertikale me dera dhe dritare në hyrje. Dhe në një moment kur erdhi Rama edhe instaloi të veprën në një artist francez, Philippe Parrenon, vepra titullohet Marquis, pra hyrjen. Dhe në tezën time ishte kjo idea që edhe arkitektura ka një kohë të brendshme. Pra edhe arkitektura na çon në një kohë, varet nga stili, nga momenti që është ndërtuar, nga funksioni që ka, por kryeministria kur ne ndodhemi përballë kryeministrisë, na çon direkt mbrapa në këtë idenë e monumentaliteti, në fuqi politike. Ndërkohë, instalacioni Philippe Parrenon na çon totalisht diku tjetër, na çon Amerikën e drive-in me këtë idenë e kinema, pra është totalisht një gjë tjetër. Por që ndodh kur arti në hapësirën publike dhe arkitektura bashkohen dhe në mënyrë të ndryshme të bashkimit e tyre, ndodh atë që unë kam vënë si hipotezë, pra një kohë e tretë, që unë kam quajtur kohë interseksioni, pra shkakton një çështje tjetër, dhe në momentin që një person ndodhet përballë këtë bashkimin, pra këtë crossroad i ri, merr një perceptim tjetër, është sikur atë e zbut të monumentalitetit, dhe ndërkohë që ne jemi projektuar në të shkuarës, jemi edhe në të ardhme, sepse është një pritje, është një ftesë për të futur, është një ftesë për diçka që do ndodhi. Dhe kjo më interesonte dhe vazhdon të më interesojë edhe në pjesën kërkimore.